Në videon e sotme do të flasim më shumë detaje për episodin pasardhës të serialit Të Braktisërit, një episod që sjell emocione të forta, përballje të papritura dhe momente prekse. Episodi fillon me Azizen dhe motrat e vëllezërit e saj, të cilët vazhdojnë të jetojnë me frikën se Yavuz mund t'i gjejë në çdo moment, edhe pse përpiqen të vazhdojnë jetën normalisht, ata e dinë se rreziku nuk ka kaluar. Azizen mban mbi sube një përgjegjësi të madhe. Ajo jo vetëm që duhet të kujdeset për motrat dhe vëllezërit e saj më të vegjël, por edhe të marrë vendime të vështira që mund të ndikojnë në jetën e të gjithëve. Nga ana tjetër, Yavuz është bërë edhe më i fiksuar pas Azizes. Ai nuk mund të pranoj faktin që ajo i ka shpëtuar dhe është i vendosur ta gjejë me çdo kusht. Për këtë arsye, ai mbledh njerëzit e tij dhe ju jep urdhra të qartë që të kontrollojnë çdo vend ku mund të fshihen fëmijët. Zemërimi i tij rritet nga dita në ditë dhe askush nuk guxon ta kundërshtojë. Pasi mendon gjatë, Yavuz vendos të përdor Xhemon si karem. Ai është i bindur se nëse kap djalin, do të arrijë të zbulojë edhe vendodhjen e Azizes. Njerëzit e tij organizojnë një plan dhe e ndjekin Xhemon derisa ai mbetet vetëm. Brenda pak çastesh, ata e rrethojnë dhe e kapin. Xhemo përpiqet të rezistojë, por nuk ka forcë të mjaftueshme për të përballur me disa burra të armatosur. Ndërsa Xhemo mbahet peng, Yavuz përpiqet ta friksojë dhe ta detyrojë të tregojë ku ndodhet Azize. Megjithatë, Xhemo nuk tradhton motrën e tij, edhe pse kërcënohet ai vazhdon të heshtë. Besnikëria e tij tregon edhe një herë sa e fortë është lidhja mes motrave dhe vëllezërve. Në momentin kur duket se nuk ka më asnjë shpresë, shfaqet si nek. Me shumë guxim ai krijon një rrëmuj të madhe dhe arrin të shpërqendrojë njerëzit e Javuzit. Kjo i jep mundësinë Xhemos të lirohet dhe të vrapojë. Fillon ndjekje e gjatë nëpër rrugë, ku të dy përpiqen të shpëtojnë. Pas shumë vështirësish, ata arrin t'u ikin ndjekësve, por e kuptojnë se kjo ishte vetëm një betejë dhe jo fundi i rrezikut. Ndërkohë Xhevdet vazhdon të afrohet gjithnjë dhe më shumë me fëmijët. Ai mëson historinë e tyre të dhimbshme dhe zbulon se ata janë fëmijët e mikut të tij të ndjer. Ky zbulim e trondit thellë. Ai kujton miqësinë e dikurshme dhe ndjen një detyrim moral për të mos i lënë vetëm. Kur sheh gjendjen e tyre, Xhevdet premton se do t'i mbrojë me çdo kusht. Ai u thot se nuk kanë më nevojë të jetojnë me frikë dhe se do të jetë pranë tyre sa herë të ke nevojë. Këto fjalë japin Azizes një shpresë që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Për t'i bërë fëmijët të harrojnë sadopaguajtjet, Xhevdet vendos t'i nxjerrë për shëtitje. Fillimisht i çon për t'u larë dhe për t'u pastruar, ndërsa më pas u blen rroba të reja. Gëzimi në fytyrat e fëmijëve është prekës. Ata provojnë rrobat me buzëqeshje dhe për disa çaste harrojnë dhimbjen që kanë përjetuar. Por lumturia nuk zgjat shumë. Gjatë kohës që ndodhen tek qendra tregtare, Sameti largohet pa dashje nga pjesa tjetër e familjes. Pikërisht atëherë një prej njerëzve të Javuzit e vëren. Ai fillon ta ndjek me shpresën se përmes tij do të arrijë tek Azize. Sameti friksohet dhe nis të vrapojë. Ai kërkon ndihmë, ndërsa njeriu i Javuzit vazhdon ta ndjek. Pas disa minutash plot ankth. Sigurimi i qendrës tregtare ndërryn dhe Sameti arrin të shpëtojë. Kur Aziza e gjen më në fund, ajo e përqafon fort dhe nuk mund t'i ndalë lotët. Ky moment tregon edhe një herë se familja është gjithçka që kanë. Pas këtij incidenti, Azize bindet se nuk mund të qëndrojë gjatë në të njëjtin vend. Ajo fillon të mendojë për një plan tjetër, sepse kupton se Yavuz po u afrohet gjithnjë dhe më shumë. Në të njëjtën kohë, edhe në familjen e Xhevdetit situata bëhet gjithnjë dhe më e tensionuar. Të afërmit e tij nuk janë dakord me vendimin për të ndihmuar Azizen dhe fëmijët. Ata mendojnë se po rrezikon veten dhe gjithë familjen. Debati bëhet edhe më i ashpër. Për herë të parë Xhevdet nuk hesht. Ai u thot të gjithëve se nuk do t'i braktisë ata fëmijë dhe se nuk i intereson çfarë mendojnë të tjerët. Vendosmëria e tij tregon se është bërë mbështetja më e madhe e Azizes. Ndërkohë, Yavuz humbet durimin. Ai zemërohet me njerëzit e tij sepse ende nuk kanë arritur të kapin Azizen. I bindur se është shumë pranë saj, ai vendos të dalë vetë në kërkim. Pas shumë përpjekjesh, Yavuz më në fund arrin të zbulojë vendin ku ndodhet Azize. Ai shkon menjëherë atje me njerëzit e tij, i bindur se këtë herë nuk mund ta lërë të shpëtojë. Kulmi i episodit vjen në momentin kur përballë Yavuzit del Xhevdet. Dy burra që shikojnë sy më sy dhe tensioni ndihet në çdo sekond. Yavuz kërkon të dorëzojë Azizen, ndërsa Xhevdet refuzon kategorikisht. Ai i bën të qartë se askush nuk mund t'i prek fëmijët sa të jenë aty. Përballja mes tyre është një nga momentet më të forta të episodit. Asnjëri nuk është gati të tërhiqet. Nga njëra anë është Yavuz, i cili përdor frikën me dhunë dhe për të arritur qëllimet e tij. Nga ana tjetër është Xhevdet, i cili i lufton për drejtësi dhe për të mbrojtur fëmijët e pafajshëm.
Azize e kupton se jeta e saj nuk mund të jetë më kurrë që derisa Javuz të ndalojë së ndjekurin. Megjithatë, për herë të parë ajo ndjen se nuk është vetëm. Tani pranë saj ndodhet një njeri që është i gatshëm të sakrifikojë gjithçka për të mbrojtur atë dhe motrat dhe vëllezërit e saj. Por papritur, historia merr një kthes dramatike. Javuz, i cili nuk ka hequr dorë nga Azize, vendos të bëjë një ultimatum të tmerrshëm. Jeta e Xhemos në këmbim të Azizes. Ky kusht rondi të gjithë dhe e vendos Azizen përballë zgjedhjes më të vështirë të jetës së saj. Ajo kupton se çdo vendim që merr mund të ndryshojë fatin e motrave dhe vëllezërve të saj. Ndërsa Xhemo rrezikon jetën, Azize nuk sheh rrugdalje tjetër përveç se të sakrifikojë lumturinë dhe lirinë e saj. Pavarësisht kundërshtimeve të Xhevdetit dhe të tjerëve, ajo vendos të dorëzohet tek Javuz vetëm për të shpëtuar vëllain. Ky vendim e thyen zemrën e fëmijëve, të cilët për herë të parë ndahen nga motra e tyre e madhe. Ata ndjen të humbur dhe të pambrojtur pa praninë e saj. Nga ana tjetër, Xhevdet ndjet i pafuqishëm, edhe pse përpiqet të ndalojë Javuzin, ai nuk arrin të pengojë largimin e Azizes. Kjo bën të ndjet fajtor dhe i vendosur që të mos dorëzohet. Ai premton se do të bëjë gjithçka për ta kthyer Azizen pranë motrave dhe vëllezërve të saj. Ndërkohë, Remzi dhe Nexla e shohin mungesën e Azizes si një mundësi për të larguar përfundimisht fëmijët nga jeta e tyre. Ato fillojnë të përgatisin një plan të ri, duke menduar se pa Azizen do të jetë më lehtë të shpëtojnë prej tyre. Ky zhvillim i vë edhe më në rrezik 6 fëmijët, të cilët tashmë janë të ndarë dhe emocionalisht të shkatëruar. Në të njëjtën kohë, Azize përballet me një tjetër tronditje. Ajo refuzon të pranojë Javuzin si babain e saj biologjik dhe nuk mund të besojë të vërtetën që i del përpara. Ndërsa përpiqet të kuptojë çfarë po ndodh, mëson edhe për planet që Hamjet ka për të. Ky zbulim e bën situatën edhe më të ndërlikuar dhe e lë Azizen pa asnjë person tek i cili mund të mbështetet plotësisht. Gjatë gjithë episodit, motra dhe vëllezërit përjetojnë dhimbjen e ndarjes. Ata kujtojnë sakrificat që Azize ka bërë për ta, që nga dita kur humbën prindrit. Çdo cep i shtëpisë u kujton motrën e tyre dhe shpresa e vetme është ajo që të kthehet në shtëpi. Ndërkohë Javuz beson se më në fund ka fituar. Ai mendon se Aziza nuk ka më mundësi të largohet prej tij dhe përpiqet të kontrollojë çdo hap të saj. Megjithatë, Aziza nuk e heq dorë nga shpresa. Ajo vazhdon të mendojë për një mënyrë për të ribashkuar me familjen dhe për të shpëtuar nga kthetrat e Javuzit. Në fund të episodit, Xhevdet vendos të nisë një plan për ta shpëtuar Azizen. Ai është i gatshëm të rrezikojë gjithçka për ta kthyer pranë motrave dhe vëllezërve të saj. Episodi mbyllet me një atmosferë shumë dramatike, duke lënë shikuesit në pritje të zhvillimeve të episodit tjetër. Faleminderit që ndoqët videon deri në fund. Shkruani edhe mendimin tuaj në komente. Cili ishte momenti që u emocionoi më shumë në këtë episod? A mendoni se Azize do të arrijë të shpëtojë Javuzit dhe të ribashkohet me motrat e vëllezërit e saj? Faleminderit për mbështetjen tuaj. Shihemi shumë shpejt në një video të re dhe me përmbledhjet e episodit të ardhshëm të serialit të Braktisërit.